Mirë se erdhët në përballje podcast në telegrafi.com, unë jam Muhamet Harullah. Natyrisht, këtë javë do të flasim për zhvillimet e fundit politike në Kosovë pas procesit zgjedhor realisht dhe pas asaj që po shkon drejt përfundimit që ka të bëjë me zgjedhjet e 7 qershorit. Çfarë pritet të ndodh pas zgjedhjeve të 7 qershorit, cilat do të jenë zhvillimet që mund të ndodhen në Kosovë? Sa i përket edhe gjithasaj raportet me Bashkimin Evropian, integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian dhe për temat politike të mëdha në Kosovë. Por gjithashtu do të flasim se çfarë po ndodh edhe në Ballkan, në rajon, në Shqipëri, kemi protesta në Serbi ka pas zhvillime kohëve të fundit. Ku është Ballkani dhe Bashkimi Evropian sa i përket procesit të integrimit? Andaj për të diskutuar për këtë temë, unë sot jam së bashku me zonjën Donika Emini, e cila është aktiviste shoqërisë civile dhe njëherët analiste politike, njëse e temave për te jo vetëm në Kosovë, por edhe për te saj. Zonja Emini, mirë se po takojmë. Faleminderit shumë për ftesën e shkansi. Faleminderit shumë. Janë shumë mirë me nis këtë diskutim me juve sa i përket proceseve që po ndodhin në Kosovë. Eden 2025 e patëm një vetë të ngarkum komplet bllokum edhe institucional, edhe në gërsh, madje doli edhe në raportet e Bashkimit Evropian, si përfaqësuesit Parlamentit Evropian për Kosovën, zoti Torres, që e tha disa herë, por ka pas thirrje të mëdha në Kosovë, edhe nga ambasadorët, edhe organizatat e huaja, që ky proces po e lën Kosovën mas. Çu shitë po sot mas zgjedhjes 7 qershorit? Gjithmonë ekziston frika që ka me vazhdu kriza politike, edhe për mua, do me thënë, kriza politike nuk ka përfundu me 7 qershor, i ka hapur rrugë një situatë tjetër e cila është paqe pa qartë. Ne jemi kthyer në rezultatet pak a shumë në ato të shkurtit, të vitit 2025, do me thënë e kemi humbur një vit për gati se asgjë të rëndësishme. Të gjitha këto zgjedhje janë organizuar veç për aritmetik, do me thënë që partitë politike të kenë disa ulse më shumë ose më pak në parlament në mënyrë që të shmangin kompromisin. Edhe këtu është problemi më i madh që kemi në Kosovë. Do me thënë Kosova me kushtetut është një sistem multipartijak, i cili është ndërtuar në kompromis. Ky të dheqi që duhet për të zgjedhur presidentin nuk është aksidental, do me thënë Ahtisaari e ka vendosur si siguri, 61 duhen për qeveri, 80 duhen për president, në mënyrë që të kemi një marrëveshje politike për zgjedhjen e presidentit. Ne kemi degradu, do me thënë diskutimin, jo konsensual, jo politik, gjithçka është politike. Edhe presidenti është politik, a vjen nga një parti politike apo jo, ajo është tjetër, mirë po aritmetika parlamentare duhet ta mbështet një kandidat dhe aty bëhet politik, sepse mbështetet nga parti politike të cilat janë në parlament. Ka qenë viti humbur në Kosovë, kur je këtu, do me thënë, është një dinamike me gjatë gjithë ditës, do me thënë, ju keni Thuti që jena bu qandra butës. Do me thënë, dinamika ditore, krijohet një përshtypje që gjithçka po lëviz. Edhe kur e shem as një vit i gjysmë, situata ose ka ngele njëjtë ose është pak më keq sa më herët. Kështu që për mua frika më e madhe është që nuk i kemi marrë këto mesazhe. Për mua problemi më i madh është plani i rritjes i Bashkimit Evropian, cilin Kosova në mënyrë të barabartë ka marrë qasje në fonde të BE-s dhe në reforma. Do me thënë, kjo i dha mundësi Kosovës që në raport me BE-n të garoj me gjitha vendet, me Shqipërinë, e cila për momentin është njëra nga vendet favorite kandidate, apo Malin e Zi. Çka ka bërë Kosova, për 110 reformave nuk e ka zbatu asnjë. Edhe jo veç që ka humbje financiare, do të thënë janë në 10 milion, po ka edhe humbje politike, sepse Kosova për sa vite ishte në masat të BE-s, doli nga masat edhe nuk i kishte mundësinë që në aspektin bilateral të angazhohet me BE-n. Do me thënë fakti që erdhë kos këtu dhe sa na duhen institucionet, se po humbni fonde, po humbni mundësi politike, është për të ardhur keq. Një Kosovë cilën ne e njohim, nuk do të kishte humbur mundësi të tilla. Absolutisht. Jashtëzakonisht po du e lan fillim me sqaru, po në këtë diskutim, bashkëbisedim në këtë podcast, ku kemi me fol pak për këto shpjegime, sidomos në relacion me Bashkimin Evropian, që është shumë e rëndësishme.
për shkak të zhvillimeve që po ndodhin gjeopolitike në përbotë, edhe për shkak të temave dhe fokusit krejt tjetërka, pastaj ku është Kosova. Por mbesim edhe pak të zgjedhjet, pastaj ta rrumbullaksojmë si temë dhe nuk do të kthehemi mbrapa. E them të drejtë që partitë politike shpeshherë nga pse kemi shkuar në zgjedhje, po shihet për shkak të egos së liderëve të partive politike që nuk gjetën një bashkëpunim për mos me qu vend në zgjedhje. Është situata çfarë është? Kemi me pak ose më shumë ulse me të drejtë përmendet të disa prej partive politike, por megjithatë, çka kalon shumë përshtypje Donika kësaj radhe është numri i njerëzve që kanë absenuar zgjedhje. Do me thonë, këta mund të thonë që kemi dalë mirë ose keq secili mënyrën e vet, po interpretimi i publikut në përgjithësi në Kosovë i njerëzve normal, kur po thonë njerëzve normal, krejt na jemi normal, por ata që s'kan dalë me votu, po thonë që nuk ja ka vlet me dalë me votu, edhe absenimi ishte 60%. Po kësaj radhe morën një tronditje të gjitha partitë politike. Kjo nuk është fitore, mund të jetë fitore për ta, e shkurt, po për Kosovën jo, 60% njerëzve nuk votu. Pse mendon që po ndodh kjo? Për shkak që janë lodh njerëz që kemi diskutuar gjatë, për shkak të neglizhencës që njerëz po e shohin që po i bojnë liderët e partive. Janë faktorë të kombinuar. E para, do të thënë, është arroganca. Gjatë gjithë fushatës politike nuk ka pas asnjë ofertë politike. Tash, nëse ishe ofertat politike, disa diskutime aty këtu ka pas zakonisht, do të thënë, premtime ad hoc ose për zhvillim ekonomik, për investime, po të cilat absolutisht nuk janë duk si investime strategjike. Ka pas një barikadim të partive politike, kjo gjua toksike të cilin mendoj që hyrja e zonës Osmani në rikthimi në hyrja, po në jetën politike partijake ditore i kontriboi atij toksiciteti, sepse i gjithë viti kaloi të diskutu pse ajo nuk është bërë presidente, pse ai partneritet dështoi dhe kishte një luftë të fajit mes të Kurtit dhe Osmanit. Do të thënë ishte një lodhje përgjithshme nga gjithë kjo lojë e fajit. Do të thënë kush e ka fajin, a ka opozita, a ka Kurti, a ka Osmani. Do të thënë kjo e para ka qenë komplet një çështje personale të cilën liderët e partive partijake kanë pasur mes tyre. E dyta, do të thënë Kurti kërkoi 60%, do të thënë nuk ishte komplet transaksional, do të thënë i kam 51, nuk kam bërë asgjë me 51, po tash po shihet qartë asgjë që më duhen 60 në mënyrë që t'i heq qafe opozitën. E heqja qafe opozitës, sado një opozitë problematike të jetë, është shumë problem për një demokraci fragile si Kosova. Po e shohim çka po ndodh në Serbi, po e shohim çka po ndodh në Shqipëri. Në momentin kur nuk ka opozitë. Modelet të tilla s'po na duan. Modelet janë shumë problematike, kështu që demokracitë fragile nuk i mbjetojnë një sistemi ku një parti i kontrollon të gjitha. Mandej kishte edhe, domethënë, unë mendoj që për një masë të madhe, këto ndërhyrjet me 100 euroshe ishte edhe një ofendim. Sepse u pa që është një blerje klasike e votës. Pa marrë parasysh që ajo është religjioze. Dhe kjo mund të ketë ndikuar edhe të një grupi njerëzve gjithashtu. Po, që të dalim, ose edhe mos me dalë me votu. Po, që të mos dalim. Edhe aty është domethënë është një ofendim, sepse aty unë me gjithë personat të cilët kanë folë, sidomos personat të cilët kanë një punë, paguajnë taksa, janë aktiv, domethënë ka qenë një ofendim, sepse një qeveri e majtë është qeveri, unë jetoj në një qytet i cili për momentin udhëheqet në Vjenë, është e majtë. Por dyshë nuk e tham, ju po punoni në Vjenë tash në Universitetin e Gracit. Po, edhe unë e kam, domethënë, e sheh politikat e majta afagjata çfarë implikime kanë, domethënë çfarë impakti në jetën e shtetërorëve. Ne nuk kemi një qeveri, kemi një qeveri të majtë, po nuk ka politika të tilla. 100 euro aty, 100 këtu, domethënë me standardin dhe me kostën e jetës së sotme nuk janë asgjë. Kjo u pa edhe si një lëvizje irrituese megjithatë nga Kurti. Dhe e treta është, kemi dalë zgjedhje 3 herë. Nuk është problemi tek vota, nuk po mundet me ndryshu asgjë sepse, domethënë, vullneti i qytetarit po keq përdoret nga partitë politike pas procesit zgjedhor. Edhe kjo, domethënë, mendoj që kjo është shumë detrimentale, sepse kjo një qytetar të Kosovës e ka bërë që të mos besojë në një proces elektoral. Unë kam punu shumë në terren, edhe zgjedhjet janë vetëm mundësi qytetarët, edhe vetëm event ngjarje ku qytetari në një farë mënyre merr pjesë në politikë bërje. Edhe nëse edhe këtë ja heqim,
Ata kanë qenë shumë problematike. E vërtet, çka më motivu me dal. Se edhe të kjo 100 euro që përmendte më shumë do të ka pas për shembull diskutime gjithashtu diskriminuesin kuptimin për punëtorët e sektorit publik rroga 13, për punëtorët e sektorit privat 100 euro dhe u kry. Edhe pse i ka irritu edhe ata të cilët për shembull thot atje mbi pagën 1000 euro, ku ta dijone, por edhe deputetët edhe ministrat i kanë pagën mbi 1000 euro, e ata e kanë marrë rrugën e 13. Pra, këtu po del shteti i pa barabart me njerëzit që jetojnë në Kosovë, të cilët, të theme të drejt, paguajnë taksa njëjtë. Pra, për dikon më mirë, për dikon më keq. Edhe kjo nuk është irritimi, sepse kur ke, domethënë, intervenime të tilla të cilat janë ad hoc, janë përkohshme, ajo, domethënë, ishte qartë që u bë veç për efekt zgjedhor. Ne e pamë edhe në dhjetor që u dizajnu buxheti shtetëror që të hynë punë vetëvendosjes në rast se ka edhe një cikël zgjedhor. Edhe prandaj, domethënë, kur bëhet në mënyrë të tillë që nuk është e mirë organizuar, nuk është strukturuar, ka paknaçi të tilla edhe qëllimi që të krijohet barazi, domethënë krijon një pabarazi edhe më të madhe. Shumë e vërtet. Dhe pastaj tash po kthehemi te ajo, po shpresojmë na që kë ngërç mos vazhdojnë 2026-ën, ne kemi po paralajmërime, madje po ka thirrje të më shumë edhe të ambasadorëve të huaj në Kosovë. Ishte dje ambasadori britanik, i cili kërkoi nga Kosova institucione, partitë politike tregojnë seriozitet në krijimin e institucioneve të reja që pritet të dalin prej zgjedhjeve dhe mos bllokadës po vazhdimit të jetës institucionale. Pse? Sepse shumë partnerë ndërkombëtar, të cilët janë në Kosovë, të cilët kanë projekte, ata të e den shumë mirë për shkak të procesit të integrimit evropian dhe fushës që vjen, i ndërprejnë kontaktet me qeverit në detyrë. Në momentin që shkojnë zgjedhje vendi, nuk ka zhvillim të projekteve. Duhet jetë përkohshme. Dhe duhet jetë përkohshme. Dhe këto pasaj janë bllokadat që vinë edhe ku po dalën pasaj te fondet e BE-s, te marrëveshjet që ka Kosova dhe që duhet me zbatu. E deni rrezikun që kishim në 2025. Ky paralajmërim na erdhi tash nga Bashkimi Evropian prap. Ka rrezik Kosova nëse vazhdon kështu të mos i merr ato fonde të cilat janë të destinuara për Kosovën. Po, ka shumë. E para për shkak që edhe Malizia dhe Shqipëria, domethënë si vende të cilat konsiderohen që kanë përparuar më shumë se sa vendet të tjera të rajonit, nuk kanë mundur të kenë qasje në disa fonde, sepse BE për herë të parë është shumë strikte. Domethënë ka një kontratë, janë disa reforma të cilat duhet të plotësohen në mënyrë që të mirën fonde të caktuara nga BE. E dyta, ky plan është një plan të cilin BE ka dizajnuar deri në vitin 2027. Ka gjasa që ky mund të shtyhet potencialisht me që disa vende të rajonit edhe Bosna aty ka probleme njëjtë me Kosovën për shkak të përçarjeve të brendshme ndëretnike, të cilat e kanë bllokuar këtë proces. Mirë, po në Kosovë, domethënë, nuk ka më mirë kuptim, nuk ka më pas, domethënë këto të cilat e kanë pas atë grace periudhën, është ajo e cila e ka fatin në fund të qershorit. Deri në fund të qershorit ne nuk kemi më pas institucione të Kosovës. Në fund të qershorit u kry. Domethënë kemi një pjesën e dytë të qershorit edhe domethënë jemi në proces të numërimit që është një proces normal edhe gjithë e kanë ditë që ka humb kjo. Mu që kam ka shqetësuar është fakti që Kurti e ka fajsuar opozitën duke tentuar që si në vendet e rajonit të portretizohet opozita si pro-ruse, anti-BE. Domethënë edhe kjo është shumë e keqe. Dhe s'po mujmë bë marrëveshje në kuvend sepse s'kemi kuvend se po na çojnë zgjedhje. Po, domethënë e para opozita kur nuk ka qenë problematike në raport me BE-n. Domethënë e ka miratu secilin, e ka ratifikuar secilin marrëveshje ndërkombëtare të cilën e ka sjell në parlament. E njëjta ka qenë edhe me bordin e paqes, domethënë që vetë vendosja ka pas problem. Ne nuk kemi opozit si klasike, domethënë në Maltezi të cilat janë pro-ruse ose jo anti-BE ose anti-perëndim. Ne nuk kemi asnjë narrativa në Kosovë dhe nuk duhet të ushetin në narrativ të tillë. Viti ka qenë i humbur, rrezikon të humbet. Gjithmonë ekziston rreziku që deri në vjeç nuk kemi më pas institucione ose kemi pas edhe zgjedhje të reja, i kemi nxjerr krejt flipchartat. Edhe jemi bë tash domethënë mjeshtër të koalicionit. Jo, jena të përdor si shembull në për jo vetëm në rajon, po edhe në për veç Bullgaria në rajon, domethënë. Nashta italian të kalurën, në kalurën ka qenë kështu një farfazësh kështu çdo 6 muaj stabiliteti, pastaj ishte Bullgaria, tani u bë Kosova në një veç në dallim prej Italisë dhe Bullgarisë, ato janë vende të cilat megjithatë kanë ekzistuar për më gjatë.
janë pjesë e BE-s, kanë një sistem e cila megjithatë aty i mban. Nuk i kanë problemet e Kosovës, Kosova në aspektin ndërkombëtar gjeopolitikisht, problemet e njohës antarësimit, pra është diçka shtet i cili ka problemet brendshme, po nuk është si Kosova me të drejtë ku na kemi nevojë jashtëzakonisht muni në arenën ndërkombëtare e na me kriza politike të brendshme. Absolutisht, edhe kjo domethënë mos leximi i situatës në aspekt ndërkombëtar është tepër alarmuese për faktin që Gjermania dhe Franca janë duke u rrshitur në komplet në qeveri djathiste. Domethënë AfD në Gjermani është duke u mbajtur me zor jashtë edhe në Francë Le Pen në 2027 ka zgjedhjet presidenciale, aty domethënë është problemi cilin gjithë i friksohen, gjithë Evropa, edhe ne nuk i lexojmë këtu, domethënë se ka parti të djatha të cilat janë parti shumë radikale ndaj Kosovës, nuk kanë me pas fleksibilitetin të cilin e kemi pa. Edhe domethënë ky dështimi me i lexu këtë situata dhe me u fokusu ka shumë në nivel veç vendor, edhe në disa tensione brenda 2-3 liderëve partijak, për mua është domethënë humbja më e madhe strategjike që Kosova mund ta ketë. Tani, po çka e përmende Malin e Zi dhe Shqipërinë, se po du këtu të pjesën e dytë të diskutimit me vazhdu në relacion Kosova, Bashkimi Evropian, por edhe vendet e rajonit. Është shumë e vërtet që Mali Zi dhe Shqipëria janë shumë të avancuar. Shqipëria nuk ishte dikur dorën zemër. Jo. Kosova nisi mirë, por meti stagnoi rrugës. Kjo për shkak të shumë problemeve edhe tona, por edhe kjo pak a shumë lidhet edhe me dialogun Kosovë-Serbi, që në vazhdimsi thuhet Kosovës edhe Serbisë realisht që avancimi varet gjithashtu edhe nga dialogu Kosovë-Serbi. Por ndalemi pak edhe te këto pasojat që mund t'i ketë Kosova. Kosova ishte në masat e Bashkimit Evropian për më shumë se 1 vjet, edhe kishte pasoja edhe në projekte edhe në zhvillim. Viteve të fundit kemi ndërprerje të fondeve globale, si USAID dhe riorientimi i fondeve edhe të shteteve të Bashkimit Evropian në vendet e lindjes ose Ukrainë ose në problemet e sigurisë globale. Kemi pas një rënje të fondeve gjithashtu edhe në Kosovë. Tash, largo këto problemet me Bashkimin Evropian për shkak të krizave tona, sepse Bashkimi Evropian don me pas punë me një vend që funksionon, ka stabilitet institucional. Çka rrezikon saktësisht gjatë kësaj periudhe Kosova? Ne po e përmende edhe mesazhin e komisioneres KOS në Kosovë, po edhe të shumë të tjerëve. E para është humb një moment tepër të rëndësishëm. Ose çka po humb Kosova? Sepse për momentin domethënë Marta Kos është një komisionere e cila megjithatë është shumë një komisionere e mirë e cila e ka marrë zgjerimin seriozisht edhe lobon për zgjerim në Bruksel, sepse është shumë vështirë të lobosh për zgjerim në Bruksel. Ka disa vende të cilat i intereson zgjerimi, ka vende të tjera, po edhe vetë Franca që thotë ne kemi nevojë me reformu BE-n nga brenda, është ajo tip një whitening, apo zgjerohesh apo thellohesh. Edhe Franca gjithmonë për thellimin para zgjerimit. Në këto momente Kosova e para ka mund të shtyej për kërkesën për vend kandidat. Edhe ka mundësi, sepse për momentin e kemi një Serbi e cila është megjithatë problematike. E dyta kemi një komision që është shumë proaktiv. Nëse kish pas një angazhim bilateral me komisionin në mënyrë të duhur përmes pra një qose ma proaktive diplomatike, po edhe pse Kosova po thot ose institucionet qeveria në detyrë, po thot që na kemi aplikuar, nuk e kena por nuk ka lëvizje nga Bashkimi Evropian. Nuk ka lëvizje sepse nuk ka lobim. Domethënë kaq BE-ja e ka, domethënë përveç rajonit këtu e ka Moldavin, Gjorgjin, e ka Ukraina. Për momentin nuk mundet me llogarit asgjë në presidentin Trump, ka probleme potencialisht me Grenlandën, ka domethënë çështje të cilat për momentin janë krejt në tavolinën e një aparati burokratik në Bruksel, i cila ka burokraci, nuk ka fuqi politike. Po çka duhet me bëu Kosova është me kërku si Ukraina, domethënë në rastin e Ukrainës me aplikim nuk u morën shtetet anëtare, u morë Brukseli. Kosova në Bruksel ka mund të thotë, okay, ne kemi probleme me 5 vendet jonjose, mirë, po marrëveshja me Asterixi, domethënë fusnotës i lejon Kosovës në shkrimin apo hyrjen marrëdhënie kontraktuale me BE-n. MSA-ja është një gjë e tillë. Domethënë
Na lejoni të hapim negociata, të hapim kapitull. Mandej kur rrugës tu e kalojmë atë urë kur vim te ura, domethënë kështu. A mund të jepet kjo Kosovës? Kjo mund të jepet Kosovës me këtë komision po. Sepse Kos dhe von der Leyen e kanë marrë zgjerimin si portfolio mrena, edhe janë të angazhuara me vende të cilat mbështesin zgjerimin në raport me disa vende, po duhet të lëbosh në vendet anëtare, duhet të lëbosh në Bruksel. Edhe këtë e ka bërë Shqipëria, përmende shumë mirë. E dyta është dialogu Kosovë-Serbi. Dialogu Kosovë-Serbi ndoshta nuk mund të ndohet komplet prej procesit të integrimit të Kosovës, mirë, po mund të marginalizohet. Unë tash isha në Bruksel me 1 dhe 2 në qershor dhe kishim takim në Komitetin e Rajoneve. Komiteti i Rajoneve ka heq fusnotën për Kosovën. Që është lajmi ka njëri për lajme më të mira që e kemi pa kohë të fundit. Do të thonë dush me qenë kreativ, jo veç me ndan me thonë, okay, kemi bë aplikimin edhe kaq. Edhe gjithmonë me BE duhet me përdor fajin, edhe me përdor fajin, sepse ju dha statusi vendit kandidat Gjorgjis. Gjorgjia ka një qeveri komplet anti-BE, domethënë ata vetë dolen nga procesi. I ki plot argumente në cilat ti mundesh me argumentu që i ki një qeveri pro BE, e ki një popullat pro BE, domethënë në një rajon i cili është në agjendën e zgjerimit, e ke Shqipërinë përpara. Që domethënë teknikisht gjitha dokumentet të cilat i ka Shqipëria janë shqip. Po dhe një falecimi, para mendoj pasaj në tamë falecimi për Kosovën. Dhe edhe nëse ka Ukraina, nëse ka Moldavia, dhe Moldavia ka Transnistrin, ka probleme të ngjashme. Veç duhet, domethënë, me pas një lob politik i cili, domethënë, strategjikisht nuk hiqet nga objektivat. Dhe me pas fokus, tash në sfundi në këtë qeverinë që është në detyrë, ne kemi pa një emërimin e një koordinatore nacional për bashkimin me zotin Jeton Zulfaj, po pasaj shkum zgjedhje dhe u blloku procesi. Nuk kishte dikur Ministri të Integrimit, pasaj nashta kjo me këtë koordinimin, po s'ka pas fokus ki drejt, domethënë viteve të fundit nuk ka pas fokus të madh në relacionet Kosovë-integrim në Bashkimin Evropian përveç deklaratave politike. Ato janë deklarata politike që ne i ndëgjojmë çdo ditë. Absolutisht dhe në thota, po Kosova ka bu një gjë të mirë, planin e reformave ka pas shumë të avancuar, ka pas shumë të mirë, në Bruksel, ai ka qenë nëse nuk gaboj nëntor 2024, ose 23, nuk i di, se keq me vite. Mirë po, domethënë ka qenë viti kur u planifikoi ke plani i rritjes dhe Kosova ishte vendi i parë i cili e dërgoi një plan të reformave që ishte një plan shumë i avancuar. Problemi është ishte implementimi, se ne dimë dizajnu këtë shumë mirë, po implementimi është shumë problematik. Edhe këto momenti i ka hub Kosova. Këto momenti i ka hub se e ka marrë takos, e ka ende mërc, i cili megjithatë një 3-4 ka thonë diçka për zgjerimin. Një model për model nga Gjermania dhe Franca për me ofru Ballkanin perëndimor me gjetë një derisk. Domethënë jo dera kryesore, po një derisk me fillu diçka me Edhe zgjerimi më nuk është konvencional që ka qenë me Kroacinë. U bo një vend atar i BE-s edhe urime që tavolina, çto i keni ulset, çto i keni fondet strukturore. Ndoshta nuk ka menduar asnjëherë për shkak të ratifikimit të brendshëm në vende anëtare, çka ka tentuar mërc me bësh, domethënë me gjetë çto një zgjidhje kreative, edhe ajo do të jetë, domethënë, vendet në bazë të progresit që bëjnë në reforma mund të kenë qasje. Dhe këtu i bjen kush i gropu me më shpejt edhe më mirë. Edhe nëse doni merita, që merita. Po, absolutisht. Domethënë është një farë edhe gare, pastaj le të themi brenda shteteve të Ballkanit perëndimor. Ne po shohim edhe Malin e Zi, dorën zemër, ka një avancim. Gjithashtu, bile tash me këto protestat e fundit që po ndodhen në Shqipëri, protestat e fundit që po ndodhen në Shqipëri, të cilat mund ta pengojnë Shqipërinë, po Mali Zi si duket mund të lëviz tutje. Çush i ke pa këto protesta në Shqipëri dhe sa mund ta pengojnë avancimin? Për Malin e Zi besohet që e ka më lehtë hyrjen në BE për shkak që është një vend relativisht i vogël. Edhe pse për Francën nuk ka problem a jetu ratifiku në parlament apo në referendum Malin e Zi apo Ukrainën, domethënë janë prapë është problemi me zgjerimin dhe problemi se si Franca e projekton të ardhmen e Bashkimit Evropian. Megjithatë besohet, domethënë edhe në Bruksel kisha një sinjal që Mali i Zi ka qasin më të lehtë ndoshta dhe gjasa më të mëdha. Shqipëria gjithmonë ka qenë më shumë problematike, për shkak që Shqipëria ka filluar një proces shumë vonë.
Domethënë nëse she para 2013 nuk diskutu ç'është, domethënë nuk aden po integri po. Domethënë një vend që është aty dhe nuk është domethënë ribrendimi Edi Rama një gjë ka bë të mirë me Shqipërinë, është ka ribrendu komplet, domethënë ka ndryshuar imazhin e Shqipërisë në vendet e Bashkimit Evropian. Në 2013 nuk e kishim imagjinu Holanda dhe Franca me e mbështet Shqipërinë. Tash ato vende i ki domethënë mbështetësit më të mëdha të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Shqipëria, trajektoria e Shqipërisë me negociata, domethënë 2013 i ka fillu ose rreth 2013-s Malizi negociata. Shqipëria i ka fillu para disa viteve. Domethënë tash janë në një stad. Domethënë trajektoria e Shqipërisë ka qenë shumë e shpejtë. Mund të jetë problematike protestat se po ndodhen në një moment shumë fragjil ku Shqipëria i ka gjosa shumë të mëdha për të përparuar. Në anën tjetër janë të pritshme dhe shumë të arsyeshme dhe legjitime për shkak të sistemit dhe mos funksionimit të brendshëm të shtetit dhe problemet ata i kanë pasur edhe jo vetëm me Edi Ramën, ka qenë domethënë edhe më herët me Sali Berisha. Po janë akumulu. Krejt domethënë kjo është prej 90-tave një trajektore për demokratizim e cila nuk ka funksionuar siç duhet. Kështu që është mirë sepse është një revolucion i cili megjithatë është një ndryshe nga Serbia, është më shumë pozitiv. Në Serbi lëvizja studentore ka qenë në memorandumin e tyre kanë pas elemente fashiste. Po, dhe sidomos në relacion me Kosovën kjo është katastrofal. Pra sa s'po dallon prej partisë edhe të Slobodan Miloševićit. Ata kanë protestuar deri në Strasburg me bicikleta edhe flamurin e kanë pas Kosova-Serbi. Edhe domethënë ajo ka qenë objektiva, njëra ndër objektiva kryesore. Okej, unë e kuptoj që kur dalin 200-300.000 veta, 500.000 veta, normalisht dikush ka me dalë me diçka, me një parullë fashiste. Mirë, po nëse parulla fashiste kthehet në memorandum, atëherë problemin e ke imrena. Shqipëria nuk e ke këto. Domethënë janë flamingo, kanë pa turistat të cilët aty ka majtest, gjatest, ambientalist. E këto është problemi. Këto është problemi, se nëse nuk organizohen me kohë. Se domethënë ne kemi pa praverën arabe, kemi pa Wall Street, ato domethënë revolucionet janë shumë të bukura në fillim se domethënë krit energjia akumuluar dal në shesh del jashtë edhe ti apo. Ajo që kemi po kryesisht protesta kreativitet kemi po s'kemi pas shumë ende të detajzuar çështje, domethënë sepse s'ka edhe një leadership brenda. Leadership, problemi para leadershipi. Domethënë në Serbi mas Miloševićit kanë qenë domethënë ato protesta normalisht NATO këto, po ka qenë se Gjingjiqi ka pas aty. Domethënë ka qenë një figurë brenda që ka tregu unë do të jem lideri juaj nëse ka ndryshim. Këtu nuk ka, domethënë unë po i shoh Grosheja, po i shoh Argjençori, ka domethënë disa përfitues aty këtu, të cilët mund të jenë edhe ndoshta edhe më problematik. E dyta domethënë për momenti ka gjithçka aty, dikush është Ebë Dorheqi, dikush në Burg edhe Sali Berisha dhe Edi Rama, dikush jo veç flamingot, domethënë çka nëse dikush e ka për çështjen e Zvërnecit për toka dhe prona. Tamam për Zvërnecit, po ata nuk kanë qenë kundër investimeve, janë kundër marrjes së pronave në mënyrë të padrejtë. Domethënë për momentin është gjithçka dhe asgjë. Nëse nuk artikulohet si duhet, nëse nuk e ka një leadership, ka frikë që ka me uspe gradualisht. Edhe kjo është problematike, ose ka me u keq përdor, ose ka në raste kur infiltrohen nga brenda. Po, dhe kemi po tendenca që ka thonë tash kryeministri Edi Rama, është përmendur në mediat në Shqipëri, kryesisht nga Irani ose nga Greqia, që mund të kenë Greqia për shkak të turizmit, lufta hibride absolutisht, Irani për shkak të qëndrimeve të Shqipërisë ndaj Iranit dhe konfliktit që e kanë të vazhdueshëm, po këtu absolutisht, domethënë, palët e treta që nuk ja dojnë të mirën avancimit të Shqipërisë drejt rrugës së Bashkimit Evropian, ata do të jenë nxitës, do të provojnë me nxit. Por nëse flet me njerëz në Shqipëri, të cilët janë edhe aktivistë të shoqërisë civile, të organizatave jo qeveritare, i shet që ata janë në protestë, gjithashtu për kauza legjitime. Shumë. Edhe pikrisht këtu, domethënë ky shpërthim po vjen nga pamundësia për të ndryshuar asgjë. Domethënë e njëjta edhe në Serbi. Kur e shet që domethënë qeveria nuk i reflekton më as objektivat e vet shoqërisë, as nuk është detaqohet, domethënë shkputet komplet nga shoqëria. Ka agjenda të saj, domethënë në Shqipërinë kemi parë është one man show, është veç një njeri aty, ka ministra, ka ministra, ka
deputet, pa ata është vetë Edi Rama. Se ki Edi Rama, do të thonë keni president që nuk do të thonë mundesh edhe me harru emrin, edhe çfarë thoshin tan kuso s'po them çase presidenti jo. Pikërisht këtu do të thonë është problemi, se është sistem dy partijak në cilin i ki dy opsione të këqija, relativisht këqija dhe nuk din mas te cilin me votu dhe as jona për momentin nuk i reflekton që ka dhënë gjenerata e ri për Shqipërinë. Edhe kjo është shumë legjitime. Po vjen në moment shumë strategjik për Shqipërinë. Dje u pa edhe diskutimin në Parlamentin Evropian. Për mu është me rëndësi me pa çfarë lloj protestës është. Se nëse ka dallime shumë nga jo në Serbi, këtu do të thënë e ka marrë në dorë jo studentët edhe jo entitete politike, këtu ka marrë dorë influencerët. Absolutisht. Që janë komplet jo politik. Ai influencer para 2 viteve ka reklamu investime strategjike në Green Coast në Palas që është degradim i ambientit pashtu. Edhe është shumë rëndësi se për shkak të elementit Trump edhe Kushner e ka marrë edhe nivelin global. Jo ndërkombëtare, absolutisht. Rojtesi çdo natë është live të mbulu protestat. Po, edhe unë pas domethënë Candace Owens, e cila shkruan flet, ajo unë jam shumë e sigurt që nëse i kërkon asaj me gjë Shqipërinë hard, nuk e gjen. Edhe ajo domethënë flet normalisht për shkak të elementit Trump edhe Kushner edhe kjo ja ka dhënë domethënë edhe një hap ndërkombëtar global, normal e kanë edhe Lea Ypin se shkruan për audiencën në Mbretërinë e Bashkuar. E ke domethënë një elitë intelektuale shqiptare që jeton jashtë Shqipërisë që po ndihmojnë që ta artikulojnë këtë protestë në mënyrë pak më të mirë se sa çka është në terren. Megjithatë, domethënë është e domosdoshme që të mos trajtohet me arrogancë, po me një qasje shumë serioze, nështë dhe zgjedhje të parakoshme, nuk do të ishin zgjedhje keqe për momentin, për shkak që duhet rilegjitimim i institucioneve në Shqipëri. Atëherë nëse edhe pas zgjedhjeve që është problematike se të njëjtën e kanë kërkuar edhe në Serbi, po nëse zgjedhjet pastaj janë zgjedhje të cilat kontrollon nëse sistemi e sjell rezultate në funksion të partisë në pushtet, atëherë është shumë problematike. Mirë, po domethënë kjo është problemi me Shqipërinë. Keni Edi Rama i cili ka bërë një punë tepër të mirë në aspektin ndërkombëtar, po nuk e ka reflektuar të njëjtën edhe në nivel të vendit, edhe kjo po reflekton çka është më rëndësi këtu, është në Serbi, Serbia ra në nivelin e Gjeorgjisë në integrim evropian. Po Shqipëria është vendi i parë, domethënë Marta Koz, veç e hapi një klaster, ishin shumë të lumtur që edhe u zotuan që të bënin hiking në majën e korabit. Domethënë ka një afrimitet shumë edhe personal, po domethënë kjo nuk i lën përshtypje asgjë një qytetari që po proteston. Se qytetari që po proteston nuk po do një progres procedural në BE, në Bruksel, mos me pas progres jetësor edhe mirëqenie, vetëm mbrana. Në Shqipëri është mirëqenia numër 1. Domethënë edhe kjo me resortin dhe me investimet domethënë janë të mirëpritura, mirë, po sa herë kemi pa oferta për udhëtimin në Afrikë, ku jeton parajs brenda resortit edhe jashtë resortit, mundesh me bo eventualisht një tur që me bo foto me ata fëmijët e varfën në katun në shtëpi Preloqi, domethënë jo domosdoshmërisht transformohet në zhvillim për vendin. E njëjta edhe në Turqi, ne shkojmë shumë shpesh në Turqi, po ti ke pa që katundi që e sheh prej hotelit është një katun megjithatë shumë i varfën. Kështu që nuk sjell, këto investime janë të mira për biznesmen, jo domosdoshmërisht për ngritjen e nivelit të standardit jetës. Po shkojmë gradualisht ka fundi, për shkak që nesër me Bashkimin Evropian, po Kosova e ka një synim, tash fundi kohëve të fundit është të përmend shumë e më shumë antarësimi i Kosovës në NATO, nëse s'mund Bashkimi Evropian që është më problematik, më procedurale të gjitha këto, edhe për shkak të është përmend një mundësi për Kosovën edhe në aspektin e sigurisë është më e rëndësishme NATO në këtë fazë se sa Bashkimi Evropian. Po ne kishim gjithashtu le të themi një shpresë që Kosova do të bëhet anëtare e Këshillit të Evropës, gjë që nuk ndodhi dhe hopo momentin edhe në majin e këtij vitit kur nuk kena më gjend, pra Serbia vazhdoi me thonë që ne fituam duke shtyr ato lajmet e veta, duke mos futur Kosovën në agjendë. Tani te kjo fundit çu sheshen në çdo perspektivë, sepse nëse në relacion me Bashkimin Evropian kemi pas pengesa, kemi çalime.
a ka dikon që muj me lëviz për para bile, të paktën, në Këshill të Evropës, në NATO, aden, e di që janë të pa imagjinueshme, po ka njerë mund të ndodhen, shumë shtete ka ndodhë që ashtu në rrethona caktume, pastaj ka pas veprime edhe politike ato janë. Duhet gjithmonë me nxon momentin. E para është shumë temë e qëllume, do të thënë siguria. Kosova dhe vendet e Ballkanit perëndimor po transformohen nga vendet të cilat kanë konsumuar sigurinë, do të thënë konsumuese, janë në vendet të cilat për momentin janë duke u ribrenduar, duke rishqytuar rolin e tyre dhe duke kontribuar në paqen e arkitekturën e sigurisë Evropës, jo veç të Bashkimit Evropian, sepse do të thënë tash ka do të thënë diskutime strategjike për autonomi strategjike të Evropës. Nëse jo ndaj me Rusinë, nëse jo me Kinën, po dhe SBA është problematike ku jemi ne. Edhe këtu Kosova mundet me ndiku shumë, ka vende të cilat janë duke ofruar edhe si prodhuese të municione, edhe Kosova ka një projekt të tillë, një fabrikë, kishim edhe ato të droneve, po ishte, domethënë, kur e shoh tash në raportet ndërkombëtare, duke shumë problematike, mirë po, domethënë, ka filluar diskutimi se si ne mund të kontribuojmë. Nëse jo në NATO për shkak të vendeve jo njohëse, edhe jo për shkak të saj, më shumë për shkak të SBA, sepse veç SBA nuk po investon edhe po e sfidon NATO nga brenda. Edhe kemi po në vazhdimsi tash sidomos pas Grenlandës, me rasti Grenlandës. Ose kemi mundësinë me u kap komplet me SBA-n dhe me hy tamam si kontributi tyre në një periudhë kur asnjë vend i BE-s nuk mundet me i thënë jo, për shkak të fragilitetit të aleancës, ose nëse jo, marrëveshjet tripaqe janë shumë të mira. Do të thonë dy paqe, tri paqe. Kjo që kishim me Ukrainën dhe me Shqipërinë është njëra prej tyre. Nëse nuk mundesh me hyrë në NATO, sigurohu që do të ketë marrëveshje me vendet të NATO-s, sa më shumë që tjetë e mundur. Edhe këtu janë shumë të dobishme, sepse në një vend, në një botë kur multilateralizmit cilin e njohim, për shembull tash ne nuk po flasim më për kombet bashkume. Kombet bashkume nuk po flasim më vetë për veten. Po në një krizë të multilateralizmit të cilin vetë SBA ka ndërtuar dhe vetë po e sfidon tash është mundësia me u kap me marrëveshje të ndryshme të cilat do të mund të ndihmonin dhe të sillnin Kosovën sa më shumë partner strategjik. Domethënë kjo marrëveshja tripaqe është shumë e mirë. Marrëveshja e bordit paqes megjithatë ishte strategjike, nuk ka asgjë, po ishte momentum i mirë. Momentum i mirë strategjik për Kosovën që të mbajë, domethënë aleancën me një vend i cili megjithatë ka rëndësi strategjike. Domethënë këtu tash për momentin nuk po flasim as për atë antarësimin klasik, po flasim për aleanca, po flasim edhe për energjinë, për shembull, është shumë e rëndësishme. Tash fundit që kemi çështjen e madje kërkesa por mu lidh në çështjen e gazet përmes Greqisë, gazet amerikan. Po, dhe kjo po vjen sepse është duke ndërtu faciliteti në Bosnë, domethënë është ndërtu, nuk është vetëm për nevojat e Bosnës. Absolutisht ajo po di. Edhe në Bosnë di që mirë që me minim ka pas Kina një prezencë shumë të madhe, domethënë është geopolitike. Edhe në kalume në Malzi, për shkak të den infrastrukturën nur aty janë ndërtu kompanitë kineze, dihet ajo një kredi shumë e madhe, po. GDP-s ka pas në borxhin Kinë. Absolutisht. Edhe, domethënë, edhe në Rusi, sanksionet a njësit, domethënë, masnej, kaj diskutimi me Hungaria me i ble, që në mënyrë që masnej me orientu Serbin ka përëndimi edhe në çështjen e energjisë, domethënë, të janë strategjike, ardhmja është këtu, është energjia, është, domethënë, lufta hibride, nuk ka më luftë konvencionale, të cilën klasike, të cilën e kemi pasën të ndëjda, që ka po ndodhë edhe në Ukrainë. Në Ukrainë ka elementet edhe luftës konvencionale, edhe asaj moderne, të cilës ne nuk i kemi kapacitetet vetë me i bëbal. Kështu që alianca. Me vende kjo është një lloj mesazhi se doshta të fundi. Pra, po mendon që kjo është rruga më e mirë për që ç'dosh me një Kosova. Krimi i aliancave dhe fronteve të reja sa më shumë ku i hap derë në të gjitha organizatat në të cilat synon me kanë Kosova. Absolutisht. E para, domethënë në raport me BE-n të flitet për çështjen e sigurisë. E di që Kosova nuk mund të ketë qasje ende në programet PESCO. PESCO është domethënë projekti i BE-s për siguri, domethënë ku veç vendet anëtare të BE-s dhe disa partnerë marrin pjesë, po ajo do të ishte shumë e rëndësi. Aliancat, vende strategjike, domethënë Norvegjia është një vend strategjik, nuk e ke në BE. Domethënë e ke Mbretërinë e Bashkuar, nuk e ke në BE, domethënë po këto janë pikat strategjike më të mira që Kosova mund t'i ketë. Në anën tjetër ka vende të cilat, domethënë Gjermania tash për momentin
është duke e zhvilluar edhe prodhimin e armatimit që Kosova mundet aty, domethënë me gjetë një bashkëpunim. Gjitha këto duhet i hap Kosova si kapitull të veçantë edhe të lidhet me vendet anëtare të NATO-s dhe të BE-s në mënyrë sa më të ngushtë, në mënyrë që nëse ndodh diçka të ketë garancinë e sigurisë përtej kësaj klasikës që i kemi me prezencën e trupave të forit në Kosovë. Donika Emini, faleminderit shumë për kohën dhe diskutimin në një temë shumë të rëndësishme për Kosovën, për rajonin e sidomos në relacion se çfarë ndodh geopolitikisht dhe synimet e Kosovës. Faleminderit shumë. Faleminderit për te, Ignaci. Shumë zdruar ishim me zonën Donika Emini, diskutuam për çka pret Kosovën pas zgjedhjeve të 7 qershorit, politikisht brenda, po sidomos në relacion me Bashkimin Evropian, Kosova dhe Ballkani Perëndimor. Shihemi në përballje podcast tjetër të radhës.